Kryeministri Rama akuzon Iranin se po nxit protestat për rrëzimin e qeverisë në Shqipëri, po bën fushat me lajme të reme dhe manipulime. Sali Berisha i bën thirrje demokratëve që t'i bashkojnë protestat të rinjve në bulevard kundër qeverisë, por pjesëmarrja pa simbole të PD-s. Shtetet kryesore të Bashkimit Evropian duan të vendosin kushte të forta për vendet që synojnë integrimin, kufizohet e drejta e votës pas antarësimit. 34 vjeçari i zhdukur për disa ditësh në Tiranë dyshohet të jetë vrarë. Trupi mund të jetë fshehur në një zonë të thellë pas malit të dajtit, policia ushtron kontrolle. Ora 19, mbrëma nga Vizion Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve. Protestat në Tiranë që synojnë rrëzimin e qeverisë, sipas kryeministrit Rama, janë të nxitura nga Irani. Në një reagim ndaj qëndrimit të Teheranit për atë që po ndodh në Shqipëri, Rama vëren se regjimi i ajatollahëve i është bashkuar zyrtarisht protestave, por me gjithë mashtrimet dhe manipulimet, thot Rama, shqiptarët e dinë se Irani është armik i tyre. Kryeministri Edi Rama ka vijuar akuzat ndaj Iranit, duke deklaruar se ky shtet është i përfshirë në protestat për Zvërnecin. Përmes një statusi në rrjetin social X, ai ka replikuar me zëdhënësin e Ministrisë së Jashtme iraniane, i cili më herët kundërshtoi pretendimet e Ramës se Teherani është i përfshirë. Ja, edhe qeveria e ajatollahëve të Teheranit i bashkohet zyrtarisht protestës, madje edhe me parrullat në Shqip, njësoj si ata që e kthyen nga protestë mjedisore në protestë për rrëzimin e qeverisë. Në reagim, kreu i qeverisë theksoi se marrëdhëniet me Iranin janë të ndërprera, kësaj Shqipëria nuk mund të marrë leksione nga një vend që e ka sulmuar vazhdimisht. Sa i përket sovranitetit, Shqipëria nuk merr leksione për sovranitetin nga një qeveri, operativët e së cilës u kapën duke kryer sulme kibernetike ndaj shërbimeve dhe institucioneve publike shqiptare, gjë që çoi në ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Iranit. Kryeministri theksoi se populli shqiptar nuk bie pre manipulimeve të Teheranit. Botët tuaja, profilet e rreme dhe videot e manipuluara me teknologjinë deepfake mund të shtojnë konfuzionit të përgjithshëm digital helmin e regjimit tuaj të urrëties, por nuk do t'ja dalin askund. Sepse pavarësisht dallimeve që mund të kemi mes nesh si shqiptar, të gjithë jemi të qartë dhe të bashkuar në bindjen se çdo lloj regjimi që mban popullin e vet në errësirë dhe varfëri është armik i mënyrës sonë të jetesës, i maskuar si shqetësim. Më herët, në një intervistë për Associated Press, kryeministri përsëriti qëndrimin se protestat masive nuk do të ndalojnë zhvillimin e projektit të Zvërnecit. Udhëheqësi i opozitës Sali Berisha i bëri thirrje antarësisë së partisë që t'i bashkohet protestës së të rinjve. Megjithëse ata kanë kërkuar që partitë të qëndrojnë larg tubimit, kreu i Partisë Demokratike thotë se mbështet plotësisht kërkesat e qytetarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shprehu mbështetje ndaj kërkesave të protestuesve që janë ngritur për çështjen e Zvërnecit. Në mbledhjen e grupit parlamentar, Kryedemokrati u shpreh se forca politike që ai drejton do të jetë në krah të qytetarëve. Lidhur me pse ne mbështesim plotësisht kërkesat e parashtruara nga qytetarët me një deklarat të tyre serioze. Ne mbështesim largimin e Edi Ramës si një armik i egër i kombit shqiptar. Madje Berisha kërkoi që deputetët demokratë dhe simpatizantët e Partisë Demokratike duhet i bashkohen protestuesve. Ndaj dhe çdo demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetëse jon duhet të mbështes me të gjitha mënyrat atë protestë. Berisha u shpreh se forca politike që ai drejton ka kundërshtuar çdo nismë të qeverisë që kërcënonte mjedisin. E nisi me shkatrimin e parkut Butrintit. E vazhdoi me shkatrimin e zonës së mbrojtur të Nartës. Nuk ka krim më të shëmtuar se aeroporti. De facto, jeta e kolonive të flamingove, në qoftë se fillojnë fluturimet, bëhet e pamundur në atë lagunë. Kryetari i Partisë Demokratike bëri me dije
se gjatë pjesëmarrjes në takimin e partive popullore europiane, ka informuar ndërkombëtarët për tubimet që po zhvillohen në kryeqytet prej disa ditësh. Pra, protesta e qytetarëve vijon edhe sot në ditën e 11 të radhazi në kryeqytet. Do të lidhemi me Amit Yzeirajn për të rehat më të fundit nga bulevardi i Tiranës. Po, Amit. Po vazhdojnë edhe ditën e sotme në këto momente thirrjet e qytetarëve shqiptar në lidhje me dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama në një protestë 11 të radhazit që po mbahet në këto momente përballë kryeministrisë në bulevardin e Shkomorët e Kombit. Një protestë e cila është rrisuar në fakt si një protestë mbarkombëtare, lidhur kjo me datën që simbolizon data 10 qershor, që për protestuesit dhe aktivistët simbolizon lidhjen e Prizrenit që është mbajtur në vitin 1875. Pak çaste më parë protesta ka lidhur me qytetarët të cilën kanë cituar himnin e flamurit, himnin kombëtar të flamurit, dhe me diasporën në fakt që janë më të shumë të numër deri në këtë momente, më sa pata mundësi të takoja dhe të informohesha nga ta. Qytetarë që kanë ardhur nga vende fqinje si Italia, Maqedonia e Veriut apo Kosova që janë bashkuar kësaj proteste të 11. Dhe në këtë momente nuk ka patur incidente mes qytetarëve dhe forcat e rendit, me aktivistët që po vazhdojnë të mbajnë fjalime këtu përballë kryeministrisë. Kujtojmë që pas marrimit tubimit të ditës së sotme përballë kryeministrisë, qytetarët do të vazhdojnë marshimin e tyre në disa prej akseve kryesore të kryeqytetit deri në orët e vona të natës. Duke raportuar drejt për së drejt ishte Amit Yzeiraj. Ecim më tej. Franca dhe Gjermania kanë hartuar një dokument për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Propozimi thotë se vendeve që kërkojnë t'i bashkohen Unionit, ku bën pjesë dhe Shqipëria, duhet të kufizohet e drejta e votës pas antarësimit. Sipas një dokumenti jo zyrtar të siguruar nga Radio Europa e Lirë, disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, përfshirë Gjermanin, Francën dhe vendet e Beneluxit, kanë propozuar që shtetet e ardhshme anëtare të kenë të drejta të kufizuara gjatë një periudhe kalimtare pas pranimit në BE. Sipas këtij propozimi, një nga elementet kryesore do të ishte kufizimi të drejtës së votës për vendet e reja, sidomos në vendime të rëndësishme që kërkojnë unanimitet si politika jashtme, siguria, zgjerimi i BE-s dhe buxheti. Radio Europa e Lirë raporton se dokumenti thekson se situata gjeopolitike ka ndryshuar ndjeshëm, që nga pranimi i fundit në BE dhe se zgjerimi shihet gjithnjë më shumë si një investim strategjik për paqen, siguri dhe stabilitet në Europë. BE-ja duhet të zhvillojë një diskutim të detajuar mbi mundësinë e kufizimeve të përkohshme kalimtare të së drejtës së votës për shtetet e reja anëtare, veçanërisht në fushat ku kërkohet unanimitet, për shembull zgjerimi, politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë, korniza shumëvjeçare financiare, duke marrë parasysh ndjeshmërinë juridike dhe politike. Një pjesë e rëndësishme e propozimit lidhet me sundimin e ligjit, ku parashikohet mundësia e sanksioneve financiare ose pezullimi i disa të drejtave në rast shkelje të vlerave të BE-s, përfshirë demokracinë dhe lirinë e medjave. Non-paper është dokument jo formal që përdoret në qarqe diplomatike europiane për paraqitjen e ideve të reja, testimin e qëndrimeve ose propozimin e zgjidhjeve, pa e detyruar palën që e paraqetat të marrë qëndrim formal. Shqipëria është një nga vendet që ka shpallur objektivin për antarësimin brenda vitit 2030 në Bashkimin Evropian. Vendi ynë pret të nisë mbylljen e kapitujve të negociatave me synimin për ta finalizuar këtë proces deri në fund të vitit tjetër. Shumica dhe opozita në Komisionin e Ligjeve debatuan për administratën publike. Demokratët thanë se zyrtarët kanë punuar si patronazhist për Partinë Socialiste, por për qeverinë në punësit janë të lirë të angazhohen politikisht pas orarit zyrtar. Pjesëmarrja e punonjësve të administratës publike në aktivitete politike solli debate në Komisionin e Ligjeve. Opozita ngriti shqetësim se punonjës të administratës angazhohen politikisht, madje sipas deputetit Orit Blykbashi. Kjo vëritje është bërë dhe në raportin e IBAR për Shqipërinë. Është me prova plot që sistemi patronazhimit është sistemi i cili po masakron administratën publike. Juve nuk besoj që nuk e dini atë historinë që çdo në punë si administratës publike duhet binte listën e atyre brenda dhe jashtë Shqipërisë për vota vitin që shkoi, që është pjesë e raportit. Dhe çështjen e patronazhimit, mos na e dëgjoni ne, lexoni se keni në raportin e IBAR-it. Përgjigjen e dha ministrja e antikorrupsionit dhe administratës publike Adea Pirdeni, e cila u shpreh se ligji nuk ndalon asnjë zyrtar që të marrë pjesë në aktivitete politike pas orarit zyrtar të punës.
Kjo do të ishte për fat keq, do të ishte thjesht një etiketim i të gjitha atyre zyrtarëve publik shqiptar, të cilët punojnë me shumë përkushtim, me shumë dëshmëri, dhe që ja kanë dedikuar karrierën e tyre setorit publik dhe vokacionit të shërbimit publik. Ju e dini, besoj, zoti Bilibashi, që ky është një vend demokratik, kushdo zyrtar publik, qoft i cili do bindjes së spektit politik, ka të drejtat e tij që garanton ligji për shërbimin civil. Ka të drejtë të angazhohet në aktivitete politike jashtë orarit zyrtar, ka të drejtë që të marrë pjesë aktivitete politike në përputhje me detyrimet që parashikon ligji. Gjatë mbledhjes së komisionit, opozita kërkoi rregullim ligjor në mënyrë që të arrihet depolitizimi i plot i administratës publike. Gjykata e lartë ka lënë në burg kamarierin 25 vjeçar që dyshohet se ndihmoi Armand Shakajn në zhdukjen e Eglant Koçit. I riu ka thënë në dëshminë e tij se autori, që besohet të ketë vrarë shokun e tij, e kishte urdhëruar të fikte dritat, por kamerat e sigurisë e kanë fiksuar Shakajn kur tërheq një qese të zezë dhe fut në makinë. Detajet e reja kanë dalë në dritë në lidhje me zhdukjen misterioze të 34 vjeçarit Eglant Koçi, ndërkohë që Armand Shakaj, autori kryesor i dyshuar për zhdukjen e të riut, ndodhet ende në kërkim. Agjentet e krimeve të rënda në Tiranë kanë marrë në pyetje të arrestuarin Eneas Zyferi, 25 vjeçari kamarieri Shakajt, i cili është arrestuar si bashkëpunëtor në zhdukjen e Koçit. Sipas burimeve, Zyferi ka deklaruar se nuk di asgjë në lidhje me rrëmbimin dhe zhdukjen e 34 vjeçarit. Madje në dëshmi ka thënë se pronari i tij Armand Shakaj i ka kërkuar që të fik dritat pasi do të nxirrte një frigorifer të madh. Pikërisht për grupin e timor, ky ka qenë momenti që i arrestuari dhe i shpalluri në kërkim ka nxjerrë trupin e pajetë të Eglant Koçit. Megjithatë, ende zyrtarisht policia nuk e ka konfirmuar që 34 vjeçari është vrarë, por kjo është një dyshim i fortë për hetuesit. Paraditën e kësaj të mërkurë, tokat e zeza kanë lënë në burg 25 vjeçarin e arrestuar. Ndërkohë në lokalin ku dyshohet se është zhdukur i riu, policia nuk ka gjetur pamjet e kamerave të sigurisë, pasi mendohet që të jenë hequr nga Shakaj përpara se ai të arratisej. Megjithatë, janë disa pamje të tjera ku duket 41 vjeçari i cili merr motorin e të zhdukurit dhe e parkon në një vend tjetër, kjo për të larguar vëmendjen e policisë. Megjithatë, disa pamje kanë filmuar në kthim ku dallohet qartë fytyra e tij. Burime gjithashtu bëjnë me dije se nga këshyrja disa kamerave të tjera shikohet Armand Shakaj duke tërhequr diçka në dukje qese zezë, të cilën e ka futur në makinë dhe është larguar. I ndjekur nga qeliza telefonike rezulton se ai të ketë udhëtuar në drejtim të zonës së Dajtit. Pikërisht në këtë zonë malore që kufizohet Tirana me Dibren dhe Librazhdin, janë fiksuar dhe qeliza telefonike të autorit të dyshuar. Në këtë zonë po kryen kontrolle pasi dyshohet të jetë fshehur trupi. Pista kryesore është që Eglant Koçi të ketë patur përplasje me Armand Shakaj për shkak të shumave të mëdha të parave të përfituara nga kriptomonedat. Ka dyshimet e forta që Koçi të ketë marrë një shumë të madhe parash nga valuta digjitale. Eglant Koçi është zhdukur mbrëmjen e 4 qershorit, ndërsa familjarët e tij kanë bërë kallëzim një ditë më pas në polici. Jo vetëm vendi ku mendohet të jetë vrarë i riu, por policia ka gjetur dhe makinën e Armand Shakajt, makinë që dyshohet gjithashtu se ka transportuar trupin e të riut, pasi është rrëmbyer në lokalin e 41 vjeçarit. Për shkak se brenda makinës janë gjetur njolla gjaku, të cilat janë dërguar në laborator për ekspertizë. Blut kanë dyshime se i zhdukuri mund të jetë eliminuar nga shoku i tij Armand Shakaj. Një person ka mbetur i plagosur me armëzjarri pranë një resorti në Shëngjin, duke alarmuar banorët dhe pushuesit e zonës. I plagosuri është Kristian Gjoni, i cili është transportuar me njëherë në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka nisur hetime, ndërkohë që rrethanat e ngjarjes janë ende të paqarta, po ashtu edhe identiteti i autorit të krimit. Katër persona janë arrestuar nga policia e Tiranës në akuzën e trafikut të armëve. Gjatë operacionit janë sekuestruar automatik, pistoleta, municione që u shiteshin grupeve kriminale. Një tjetër operacion i komisariatit numër 4 në Tiranë çoi në goditjen e të paktën 2 grupeve kriminale që prej kohësh merreshin me trafikun e armëve të zjarrit. Në pranga kanë përfunduar 4 persona, Marcel Varka, Elsaed Maqinaj, Fabian Zako dhe Kristaq Biba, ndërsa në kërkim janë shpallur Kevin Vila dhe Bledar Avdillari. Burime bëjnë me dije se këta 6 persona ishin të përfshirë në të paktën 2 grupe kriminale që shisnin armë dhe municione luftarake në disa zona të ndryshme të Tiranës, si në Unazë të Re, Selit, Fresk e të tjerë.
Hetimin ndaj tyre ka nisur përpara disa kohësh kur në prangat e policisë për të njëjtin aktivitet kriminal u kapën 5 persona. Në bazë të zbërthimeve të telefonatave të tyre, policia gjeti disa prova që tregonin përfshirjen e anëtarëve të tjerë të grupeve të trafikut të armëve të zjarrit. Jo vetëm kaq, por përfshirja e 6 personave në shitjen e armëve është faktuar nga blut dhe përmes blerjeve të stimuluara. Gjatë operacionit të fundit, 4 të arrestuarve dhe 2 personave të shpallur në kërkimu janë sekuestruar 7 armë zjarri, konkretisht 4 pistoleta dhe 3 automatik, municion luftarake të tjerë. Pistoletat do të shiteshin në treg deri në 1.500 euro copa, ndërsa automatikët në vlerën 2.500 euro. Ndërsa komisariati numër 4 në goditjen e këtyre grupeve kriminale në total që në nisje të hetimeve ka arrestuar 9 persona, 17 armë zjarri të sekuestruara, 4 kallëpe lëndë plasëse, sasi e madhe municioni, 4 automjete dhe 13 celular. Ndërkohë, policia vijon hetimet për zbulimin e personave të tjerë të përfshirë në grupet kriminale të shitjes së armëve të zjarrit. Mungesa e avokatëve bëri që të shtyej gjyqin ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, çka solli edhe vendimin e pezullimit të afateve të paraburgimit. Por mbrojtësi i kryetarit të Bashkisë së Tiranës e kundërshtoi këtë mas me argumentin se Veliaj nuk ka qenë shkak për zvarritjen e seancave. Dështon për të dytën herë gjyqi për dosjen Veliaj. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, nuk ishte i pranishëm në gjykatën e posaçme, por u përfaqësua nga avokati i tij Plarent Ndreca. Trupa e re gjyqësore, e cila u rishortua pasi 11 të bashkëpandehur në çështje kërkuan gjykim të shkurtuar, i vendosin në dispozicion kryebashkiakut 24 fashiku gjyqësor. Ndërkaq në seancën e kësaj të mërkure nuk ishin prezent 4 avokat, mungesa e të cilëve shkaktoi pezullimin e afateve të paraburgimit për të 18 të pandehurit e dosjes. Por kjo kundërshtua me forcë nga avokati i Veliajt, pasi vendimi i përbashkët nuk ishte i shkaktuar prej tij, duke e quajtur shkelje flagrante të ligjit. Shkak për pezullimin e afatit paraburgimit është bërë Lart Haxhiu, sepse avokati i një kompanie që ishte në ton, praktikisht ishte për të mbrojtur zotin Haxhia në një gjyq tjetër për të ushtruar drejtën e tij dhe kjo bëhet shkak për të pezulluar afatin e zotit Veliaj. Mëtej Plarent Ndreca tha se do të kërkojnë nxjerrje nga kafazit të Veliajt, duke e konsideruar mbajtjen e tij në kafaz të qelçt shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit. Kërkesa tjetër rrallë që ne do bëjmë është largimi i zotit Veliaj nga kafazi si një shkak që zoti Veliaj nuk merr pjesë në këtë proces dhe vendosja e tij pranë avokatit si një drejtë kushtetuese. Disa ditë më parë në procesin e ndarë me procedurë të shkurtuar, SPA kërkoi dënimin e të pandehurve, por heqjen e lirisë me burg e pezulloi në punë publike. I vetmi që sipas prokurorisë së posaçme meriton të dënohet me kohë burgimi në qeli është Elman Abule, biznesmeni që akuzohet për pastrim parash. Sipas 2 prokurorëve të dosjes, Altin Dumani dhe Olzdado, ai duhet dënuar me 4 vjet e 8 muaj izolim në qeli. Erion Veliaj akuzohet se ka kryer korrupsion, pastrim parash, mosdeklarim të ardhurash në bashkëpunim edhe me gruan e tij, Ajola Xoxa. Shoqata e ndërtuesve ka shprehur shqetësim për materialet që përdoren në këtë industri dhe që shpesh bëhen shkak për zjarre. Ndaj ndërtuesit kërkojnë në forcimin e kontrolleve që materialet, të cilat nuk përmbushin standardet, të bllokohen në dogana. Pas vadrave të zjarrit në pallate, ndërtuesit kërkojnë më shumë kontroll për materialet e ndërtimit që ndodhen sot në treg për të shmangur rastet e rrezikut. Po ashtu gjatë një tryeze shumë palëshe me fokus siguria në ndërtime, u bë thirrje që materialet që shkaktojnë probleme të mos lejohet të përdoren më. Kemi një fenomen në Shqipëri që themi materiale cilësia e parë apo cilësia e dytë. Nuk ekzistojnë materiale cilësia e parë, cilësia e dytë. Ka materiale cilësor, ka dhe materiale stacët, të cilat shiten në petkun e cilësisë së dytë. Dhe këtu edhe ndërtuesi vetë ka të pa mund të identifikojë këto materiale në treg. Pra, u do thotë që nëse ka diçka për të bërë që në doganimin e këtyre materialeve aprime përmend një pak, që ne të jemi të mbrojtur, se thash, në treg është e vështirë të blesh një material dhe ta kuptosh me gjë atë që është apo jo cilësor. Mendoj që Ministria duhet i kushton çik më shumë rëndësi materialeve të cilat në këto vite na kanë dhënë efekte jo pozitive në situata kritike si të zjarri ose të metër, të hiqen nga lista e përdorimit dhe të zoncohen materiale të tjera që teknologjia i ka bërë të mundur. Ndërsa kreu i Inspektoratit të Përgjithshëm Dashnor Sula nënvizoi se nevojiten të gjitha hallkat e inspektimit, qoftë ai për zjarret, për instalimet, apo ai për eficiencën e energjisë, që të garantohen ndërtesa të sigurta.
Bordi i Transparencës ka vendosur sot uljen e çmimeve të karburanteve që tregtohen në vend. Kështu 1 litër naftë do të kushtoj 188 lekë ose 2 lekë më pak, edhe çmimi i benzinës është ulur me 2 lekë duke shkuar në 171 lekë për litër. Çmimet e reja do të jenë në fuqi si gjithnjë deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit të Transparencës. Interesi për të studiuar në Universitetin e Korçës është në rënje. Shumë maturantë në Juglindje pohojnë se duan që të vijojnë studimet në shkollat e larta jashtë vendit pasi besojnë se ato ofrojnë më shumë mundësi punësimi. Nga një vit akademik në tjetrin, Universiteti Korçës po përballet me rënje të numrit të studentëve që zgjedhin atë për të vazhduar studimet e larta. Arsyeja kryesore lidhet me uljen e numrit të maturantëve në Juglindje, ndërsa ndikim ka edhe rritja e numrit të rinjve që zgjedhin të studiojnë jashtë Shqipërisë. Pas përfundimit të provimit të dytë të maturës shtetërore, një pjesë e maturantëve u shprehën se synojnë të vazhdojnë studimet në vende të tjera. Sipas tyre, universitetet e huaja ofrojnë më shumë mundësi akademike, kushte më të mira studimi dhe perspektiva më të mëdha punësimi pas diplomimit. Po, edhe jashtë vendit nuk është se është aq e lehtë sa mundet ta mendojmë, por që edhe në Shqipëri niveli sapo vjen dhe po ulet. Unë do doja të ishte në Shqipëri, sepse e di që prirja e të rinjve është të shkojnë jashtë vendit, po mendoj se ardhmja më e bukur mund të ndërtohet vetëm në vendin tënd. Nuk shikoj të ardhmen në Shqipëri sepse nuk ka punë, nuk ka fëmijë, nuk ka nxënës, edhe nxënësit gjithmonë ikin për një arsye për punën. Besoj se jashtë vendit, me shumë mundësi. Pasi ka gjëra më të avancuara, më të mira dhe ardhmja e punës është më e zhvilluar. Përballë kësaj situate, drejtuesit e Universitetit të Korçës po kërkojnë hapjen e programeve të reja të studimit, të përshtatura me kërkesat e tregut të punës. Sipas tyre, kjo do të ndihmonte në rritjen e interesit të maturantëve dhe në tërheqjen e më shumë studentëve drejt këtij institucioni të arsimit të lartë. Ishin lajmet kryesore për sot e mërkurë 10 qershor. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.